Prandaj, kujdesin ndaj vetes. Investimi tek vetja. Investimi një gruaje tek fëmijët. Investo tek fëmijët e tu që buri në momentin që rrin në shtëpi kur ti të shohë duke investuar tek fëmijët. Jo ti ke harru fëmijët duke vrapu pas burit, non stop duke ndajnë telefon ku shkon, çka bën, si mund ta ndjeki unë, ti vi një GPS ta shoh ka shku, edhe fëmijët në hallakat. Mas një javë buri do vinë në shtëpi. Në moment ku do vinë në shtëpi, nuk do qëndrojnë në shtëpi shkaku i zhurmës së fëmijëve se nuk kanë edukatë, se ti nuk je marrë me fëmijët. Edhe do dalë për shtëpi. Ti fokuso te fëmijët e tu. Bëj atë çka është e nevojshme me fëmijët e tu. Dhe ai le të shkojë ku do ti. Por ama, njëherë kur do vi, ku do të shoh atë ëmbëlsinë e familjes, atë kënaqësinë e familjes që nuk ta zaventson kërkush në dunjë. Kërkush në dunjë nuk ta zaventson. E vladin sa zaventson kërkush. Kënaqësinë, komunikimin e nënës me fëmijët. Një burr që zaventson kërkush. Sa do e bukur të jetë një vajzë. Sa do e pashme të jetë, sa do e pasur të jetë, sa do autoritative të jetë. Dhe këndej gruaja sa do të mos i ketë ato që i ka një vajzë tjetër. Nuk ja zaventson ajo vajza tjetër atë ëmbëlsinë, atë atmosferën familjare. Kush do ta bëjë këtë? Do ta bëjë gruaja në shtëpi. Ama nëse kjo është fokusu, non stop merret me atë, i ka rruf fëmijët, ai nëse kur do vihet zhurma e vajtumja, e kajtmja, mungesa e rendit në shtëpi, kjo tu kujdes për atë, ka humb veten, s'është kujdes për veshjen, nga kuzhina e ka da. Prandaj ndodhin ndarjet. Prandaj fokusoni tek vetja, merruni me veten, punoni me veten dhe në momentin që e dush veten, ti jesh i sigurt dhe e sigurt se do të duan edhe burri dhe gruaja dhe fëmijët. Në momentin që e humb veten për të tjerët, ta di se do t'i humbish edhe ata që mendon se do t'i kesh para afër.